Mirë, jemi sërish në studio drejt për së drejti në Vizion Plus, ku të ndalemi tashmë në temën e radhës dhe ka të bëjë me premierën botërore që vjen në Teatrin Kombëtar të Operës dhe të Baletit. Dhe themi këtë duke qenë se është vënë për herë të parë në skenë një vepër e kompozuar nga Nikola Zoraqi në vitin 1963, Fundi i Golemëve. Por pse erdhi kjo vepër pikërisht në këtë momente që flasim edhe mënyra se si është trajtuar ajo, do të kemi mundësi dhe kënaqësinë ditën e sotme, siç e bëjmë gjithmonë kur vim puna tek arti, me Nina Muho, soprano, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Dhe Armando Lika i bariton. Mirëmëngjes Armando. Faleminderit shumë që jeni këtu. Është një moment shumë i bukur që duket si ju ka bërë bashkë në ngritjen e një nga krijimeve më të rëndësishme muzikore shqiptare, apo jo, si u erdhi situata deri në këtë moment që të krijojë diçka e tillë dhe të vijë në skenë? Interesi për veprat shqiptare ka qenë gjithmonë jo vetëm nga ne si artistë, të cilat mezi presim që t'i performojmë, po gjithashtu dhe nga publiku. E dim shumë mirë që nuk kanë qenë të shumta vënjet në skenë të veprave shqiptare dhe në këtë rast unë falenderoj profesor maestro Zhani Cikon, i cili ka marrë një iniciativë për të bërë një vepër të tillë, për ta orkestruar dhe orkestrimi ka ardhur me shumë mjeshtri nga Jozef Pjetri. Mendoj që ka bërë një punë shumë të mirë, por mbi të gjitha vlerësoj shumë iniciativën për ta formuar të gjithë veprën, për ta plotësuar në të gjitha mangësitë e saj dhe jo vetëm, por për t'i dhënë dhe jetë, për ta sjellë në skenë. Mendoj që me të gjitha vështirësitë që mund të ketë pasur, ka për të qenë një vepër shumë e bukur. Është një muzikë me të gjitha motivet shqiptare dhe sidomos nga ritme si 7/8, ku është një nga karakteristikat e muzikës shqiptare, dhe me zëra të spikatur, por gjithashtu me një përmbajtje historike shumë interesante dhe shumë të vërtet për ne. Kur flasim për zëra të spikatur, cili është kasti? Çfarë mund të themi? Kasti si gjithmonë në veprat shqiptare do jenë patjetër gjithë shqiptarë, ndryshe ndonjëherë që ka qenë ndonjë fenomen i ftuar nga jashtë. Është kasti i solistëve të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Do shtoj atë çfarë tha dhe Nina. Vërtet në veprat shqiptare ne jemi shumë të predispozuar të japim zë dhe për më tepër kësaj vepre që është premierë botërore, po ka diçka shumë të veçantë muzika. Vërtet janë motive shqiptare, por në këtë vepër do shohim mesazhe shumë të forta. Do kemi atë të historisë tonë kombëtare, të popullit, të fisit tim, sepse në rolin e Gjergj Golemit, të princit, që ka një personazh shumë autoritar, tregon historinë, por kemi histori dashurie shumë të fortë mes dy çifteve, që janë dy fëmijë, dy djemë të fisit. Konkretisht tenori në rolin e Miloshit dhe baritoni në rolin e Ajdinit. Nusja e Miloshit, të birit më të besuar, si tu është luftarak të veprës, është edhe Mara, në rol që këndon Nina dhe pastaj Durina Selimaj. Kemi dhe Zara, që është nusja tjetër e birit e djalit luftarak Ajdinit, që është Ramona Tollomani dhe Simona Karafili. Këto dy histori dashurie që ndodhin në vepër, zakonisht i shohim në çdo vepër edhe kombëtare që përfaqësojnë dhe historinë. Por ka një detaj shumë të rëndësishëm që këtu ndoshta do shikonim si risillet e epokës që është krijuar kjo vepër. Ka një xhelozi të frikshme mes dy vëllezërve, gjë cilën paraqitet shumë në format shumë si personazh mund ta quajmë negativ, të njëjtit nga vëllezërve që është Ajdini, që do të marrë front, do të marrë pozicionin e përfaqësisë të farefisit të popullit. Kështu që do shohim dinamika të ndryshme dhe përsa i përket mesazhit që do të transmetoj vepra. Shumë e bukur në fakt që edhe veshjet duket sikur lidhen pak me identitetin ton kombëtar, apo jo? Lidhen pa diskutim, sepse ne atë përfaqësojmë dhe historinë, por janë të stilizuar, sikur se e ka shprehur dhe regjizori Nikolin Gurakuqi, janë të stilizuar të ardhur pak më ndryshe se sa do shohim atë veshjen kombëtare popullore. Pak element modernist. Është futur. Jo pak, po dukshëm është futur. Asnjë gjë më pak nuk ka kjo vepër se sa një tragjedi shakespeariane. Të paktën ashtu sikundër ju le të themi e përshkruat veprën, sigurisht që ka shumë për të thënë, edhe për të kuptuar nga publiku që do të vi ta shohë. Megjithatë, po kuptojmë që është një vepër masive nga pjesëmarrja, nga mënyra e investimit, nga le të themi qoftë nga skenografia, nga kostumografia, por në të njëjtën kohë është edhe një bashkim me ansamblin popullor, pra nuk mbetet vetëm thjesht në kuadrin e... Jo vetëm ansambli, ka dhe, më falni, dhe solistja e baletit Enada Hoxha,
ka një performancë edhe baleti pa diskutim. Është dhe një detaj shumë i lezetshëm, është ai i spikatur, sepse është dhe një soliste që hipën në skenë, është flautistja parë e radio-televizionit shqiptar, ka një mix bashkëpunimesh në fakt. Gjithçka në frutëdhënie të realizimit artistik. Në një format të gjerë të saj e bëjnë të realizuar mirë edhe shumë të kompletuar. Roli i Marës, të cilën unë do t'a sjell me shumë kënaqësi këtë herë, është një rol shumë esencial. Është esencial sepse rrjedh nga lufta për pushtet e bashkëshortit të saj, Ajdinit. Me sa duket, komponenti i luftës për pushtet ka qenë një komponent në të gjitha epokat, dhe këtë herë, atë që Marën e bën esenciale është pikërisht lufta për pushtet e djalit të princit, e bashkëshortit të saj Ajdinit, i cili nuk e duron dot faktin që pushtetin ta marrë vllai tjetër, por dëshiron që ai të drejtojë dhe nëpërmjet tradhtisë, të cilin presupozohet që kombin e ka shitur tek turqit. Në të gjithë këtë rrjedh të ngjarjes, Mara del në dy profile, në profilin e femrës të dashuruar me bashkëshortin e saj, i cili mundohet që ta përdori edhe atë për pushtet dhe duke i mbushur mendjen që është i dashuruar me të, por vjen dhe si luftëtare dhe është ajo e cila vë drejtësi. Sepse në fund të veprës Mara vret Ajdinin. Ka dhe një fund tragjik, po. Dhe presupozohet që jo vetëm t'jetë hakmarrje, po t'jetë drejtësi, t'jetë duke marrë parasysh që vriten të gjithë personat e familjes të familjes së Golenve, dhe është pikërisht ajo e cila vë drejtësi në vend duke vrarë bashkëshortin e saj për tradhtim kundrejt fisit. Do thoja që është një përfaqësi vërtet e një luftare shumë të fortë që trashëgon mbas edhe forcën familjare, sepse është edhe e bija e Kapedan Petroshit, një personazh aty që është kapiteni më i besueshëm i familjes, dhe këtë ndoshta është një detaj besnikërie të fortë i karakterit që ne na por që përshkruan dhe femrën shqiptare në histori të tilla, në karakter. Megjithatë, nëse do të ndaleshim tek mënyra se si ju interpretoni, të dy jeni artistë të afirmuar, keni luajtur brenda në Shqipëri, gjithashtu në skenën ndërkombëtare, kur vjen puna tek veprat shqiptare, ka një lloj përgjegjësie tjetër apo jo? Kjo mënyra se si ju e merrni punën përsëri për ta bërë, por edhe për të interpretuar rolet apo? Pa diskutim. Në çdo fjalë madje që kemi punuar në detaje të hollësishme, sepse duhet interpretuar në skenë dhe sigurisht sikur se dihet në muzikën operistike, atë në skenë duhet artikuluar aq mirë për ta përcjell tek publiku çdo fjalë, çdo veprim, sepse fundja jemi shqiptar dhe kush më mirë se sa ne do ta përfaqësojmë muzikën tonë, apo ngjarjen dhe për më tepër historinë e kësaj vepre. Atë që do shtoja për sa i përket karaktereve, vërtet këtu është historia, është ngjarja, epoka e arbërisë që kërkohet liria që ne si popull gjithnjë kemi në këto veprat heroike, por është dashuria e fortë deri në vetmuhimin e jetës, në momentin kur bashkëshorti, në rastin konkret Mara, kupton tek bashkëshorti i tij që forca, dëshira apo ajo, si thosh, inati, smira ndaj familjes për të marrë me patjetër me çdo kusht fronin apo drejtimin e fisit, arrin sa të krijojë dhe tradhtin brenda familjes, që në bashkëveprim me kryefamiljarin princin, kemi një moment që unë jap gjest një veprim që shko, tani dhe kryej, imagjino babai të vendos për të vrarë, sepse unë e denoj birën e pabindur, i jap miratimin që ai duhet ekzekutuar, sepse nuk është njeriu i besës apo asaj çfarë ne trashëgojmë si familje dhe fis. Pra drejtimi i pushtetit qëndron edhe mbi dashurinë për fëmijën. Teksa ne dëgjojmë, na duket shumë e bukur, kam përshtypjen që duhet të ketë një lloj sfide për të sjellë një operë shqiptare për herë të parë në skenë dhe me këto elemente që duken shumë të vështirë, do thoja, unë të paktën e parë nga jashtë, nuk e di si ka qenë për ju. Vështirësia këtë herë ka qenë dy fish, duke qenë se është premier absolute. Pikërisht e kjo. Dhe aq më tepër që është në Shqip. E them me shumë bindje që me të gjithë artistët kemi punuar me një profesionalizëm shumë të madh, në një kohë rekord dhe me një përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse gjithmonë
hera e pare vënjes në skenë të një vepre duhet të kurohet me shumë detaje, aq më tepër që është një vepër e jona dhe është në gjuhën shqipe dhe kemi punuar me shumë përkushtim. Për mua është lumturi që unë jam në një kast me pothuajse brezin tim të gjithë, ndoshta dikush mund të jetë pak më i ri. Është hera e parë që ndodhemi të pagërshetuar ndër breza, por jemi të pozicionuar brenda brezit tonë. Me të gjithë zërat shumë të bukur, me një profesionalizëm shumë të lartë dhe mbi të gjitha këndojmë shqip. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe është një besim me një përgjegjësi shumë të madhe, me thënë drejtën, sepse vetë vepra, duke mbartë gjithë emocion të fortë, është përgjegjësi profesionale, po ashtu dhe mund ta quajmë kombëtare, sepse sjellim në skenë, japim jetë një vepër që është na përfaqëson. Shfaqjet janë me datë 28, 29 dhe 31 maj, në orën 20:00. Do të doja të përmend gjithashtu, do të jetë drejtues këtë herë, dirigent, profesor maestro zoti Zhani Ciko, në regji do të jetë Nikolin Gurakuqi. Gjithashtu do të jetë mentor Berisha për skenografi. Skenografi ftuar nga Kosova. Bashkim Zahaj na ka kuruar me veshjet dhe orkestracionin e ka punuar Jozef Pietri. Jemi shumë të lumtur që po ashtu jemi me profesorët edhe me artistët ndër më të mirët, të cilët mbajnë secili në përgjegjësitë e veta për të realizimin e kësaj vepre. Dhe ne urojmë shumë që kjo vepër mos mbetet vetëm brenda territorit shqiptar, por të shkojë patjetër të luhet edhe në skena botërore për të njohur kështu. Është nga ato vepra që vërtet e meriton të luhet më gjerë. Se jo, vërtet. Ne ju urojmë shumë sukses. Shpresoj të jetë e para, por jo e fundit e një produkti të tillë që siç e tha dhe ju është përgjegjësi, po nga ana tjetër besoj edhe për publikun është shumë e dëshiruar. Kështu që ju urojmë shumë sukses dhe faleminderit shumë që ishit. Jeni të mirëpritur. Me kënaqësi patjetër. Ne shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak, do të flasim për reformën territoriale. Qëndroni me ne.